ku jemi këtu me parashikimin e datës 11, data 11 dhjetor e 2025. Çfarë ndodh? Dhe çfarë duhet të bëjmë kujdes? Sepse pikërisht kjo data 11, na mëson shumë gjëra. Kemi një trekëndësh me Mërkurin që formohet në Akrep dhe Neptuni, gjë që tregon intuitën dhe instiktin ton të fortë. Frymëzimi, imagjinata, zgjuarësia, kreativiteti, empati dhe tendenca për të bërë një lëvizje të shpejtë për sa përket dashurisë së munguar. Dhe jo vetëm, por shenjat, siç janë Kaforria, Akrepat, Peshqit, që mund të përfitojnë nëse Dielli dhe Ascendentja juaj është në këto midis 26 dhe 29 gradëve të shenjave të mësipërme. Është momenti dhe mundësia e gjërave të mëdha që do ndodhin